Miq, do të flasim për situatën gjeopolitike, rajonin, bota shqiptare, ato që po ndodh me vendimet e fundit të Trumpit. Disa prej të cilëve na kanë prekur edhe ne, një pjesë të trojeve tona, preshevën, por edhe gjithçka tjetër që po ndodh me nikun e emisionit tonë, Arjan Gaxhelli, njohës i mirë i zhvillimeve gjeopolitike, pasi jo vetëm ka studiuar në SBA, por edhe në Europë. Zoti Gaxhelli, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje zotri Balla, faleminderit për ftesën, i përshëndes gjithë shqiptarët, veçanërisht institucionet e Republikës së Shqipërisë për përkrahjen e jashtëzakonshme të kohës së fundit, për paraqitjen për ndihmesën në paraqitje të reprezentimit të Republikës së Kosovës në për takimet internacionale. Si duket, ky është momenti i Kosovës. Me gjasa për gjatë bisedimeve që kemi pas këtë merak e kemi bërë një farë kërkese. Duket sikur ju kanë dëgjuar me apelin dhe thirrjen që sikur na kanë ndihmuar dhe më vjen shumë mirë dhe ndihem krenar se mbrohem nga dy shtetet më simpatike në botë, si shqiptar me etni nga Republika e Shqipërisë dhe kushtetuta e saj dhe nga Kosova. Mirë se takohemi edhe një herë. Atëherë, por do ta nisim me diçka që nuk ka qenë shumë pozitive, në fakt, nuk është shpritur shumë mirë, pasi ministri i mbrojtjes Pero Vengu pak ditë më parë deklaroi që tek aleanca trepalçe me Kosovës, me Kroacisë dhe Shqipërisë, ai tha që ne e kemi ftuar, unë e kam ftuar, domethënë, është ftuar edhe Serbia, Beogradi. Po tani, ju si e gjykoni këtë? Me para do ketë pas në temë diskutimi për këtë çështje, për ftesë apo jo, edhe me Kosovën. Së dyti, kemi pasur ndarje të madhe për Open Ballkanin, tani nuk na bashkoi biznesi, do bashkohemi tek fusha e mbrojtjes, tek armët me Serbinë. Dhe së treti, atë që nuk e bëri Trumpi që taftonte Serbinë në bordin e paqes, pse duhet ta kemi ne në këtë aleancë trepalçe për të bërë katër? Ju si e gjykoni këtë? Po tani, për jashta politikës ditore, pa dashur me përkrah asnjë nën parti politike, sepse të gjitha i kanë metat e veta. Po ashtu dhe ajo që reprezentimi i qeverisë sot me në krye me zotri Ramën, por i ka edhe të mirat e veta. Unë kisha me thënë se kanë dashur me bon një farë zbutje të tensionit, sepse Serbia ka bërë me dije, do të thotë saktësisht Vučić, her pas her ka bërë me dije këtë farë marrëveshjen trepalçe Kosovë, Shqipëri, të cilën e kemi përfolur ne para se të ndodhë dhe ku bashkangjitet Kroacia, me një fjalë Republika e Shqipërisë sipas leximit tim qoftë i gabum, po tregon se ne nuk jemi së bashku kundër jush, ne jemi së bashku për me mbajt sigurinë. Eja bashkangjitu në leadershipin që ne e kemi, që ne të mbajmë paqe. Dhe këtë do kisha lidhur me një dokument të cilin ta kum dërgu, dhe në fakt ka lidhet me rastin Banska, lidhet me të nderuarin Congressman Self, i cili zhvilloi, do të thotë, një proces për të drejtat të shqiptarëve në Serbi. Dhe është po ajo që unë kam thënë se neve nuk na kombinon një tension dhe një luftë tu brenda, por ne duhet ta sulmojmë Serbinë aty ku sulmon demokracia. Dhe me gjitha gjasat, koha ka ardhur aty. Edhe diçka përpara se të kalojmë tek Presheva, edhe tek kongresmeni që ka qenë shumë aktiv për Ballkanin këto, sidomos kohët e fundit. Në fakt realisht, miku duhet mbajt afër si është ajo armiku edhe më afër, por nëse do gjetë edhe Serbia në këtë aleancë, atëherë për çfarë do na duhej, sepse nuk është se ne po kërkojmë mbrojtje nga një shtet në Honolulu, më thet thash. Jo, tani është evidente se në Serbi ka dy rryma të cilat njëra është pro perëndimit, njëra është pro Rusin, dhe kjo ka një kohë të gjatë që ndodh, po ka me gjitha gjosat ka shtim të prezencës amerikane në Serbi, dhe
për shkak se një gjë si kur ajo që kongresmeni Self e ka bërë kërkesën që do të thotë në dokumentin që ja kom dhënë shifet pyetja qartë e cila është e treta saktësisht siç është e shkruar me aty tani ta themi saktësisht se siç është dokumenti që mos t'i bëjmë lojë fjalësh aty thot cili do ishte opcioni i parë për ruajtjen e shtetit dhe paqes. Do të thot integrim të serbëve është diçka që ne kemi dështuar, e kemi integruar etninë serbe për gjatë gjitha këtyre viteve, ka pas reprezentim të policisë atje në veri dhe për një moment ata u shkputën. Me që edhe ne ja bom hyzmetin, se themi ne, sepse nuk ishim në koordinim dhe nuk ishim këtu në Kosovë, nuk ishte informacion se si do të rrjedh procesi, po megjithatë kaluan pastaj te kjo opcioni i dytë i cili ishte stimulimi për rritje të banuesve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Edhe kjo me gjasa dështoi, provoi qeveria që ishte me zotin Kurtin, por nuk ka që ka bërë ndonjë ndryshim rëndësor dhe dihet që nuk është një opcion për të zgjedhur. Këto pyetje i kam bërë për gjatë kohës që kam ardhur në Kosovë para rastit që ka ndodhur terrorizmi Banjska dhe pyetja e tretë që është ndërvarësi të sigurisë me balancë fuqisë të banuesve shqiptar në Serbi dhe atyre serb në Kosovë. Dhe saktësisht janë këto fjalët e balancit të fuqisë civilëve në Serbi shqiptar dhe asaj këtu në Kosovë. Këto janë saktësisht fjalët të cilat kongresmeni Self i ka thënë atje. Dhe kjo është ajo që do të ndodhë. Ne kemi me kushtetu të drejtat e serbëve, edhe me ligj, edhe neve nuk na pengon ajo punë, edhe nëse Serbisi pengon, ajo do të ketë problem atje. Dhe me gjitha gjasat topi do hudhet andej, përderisa ne do të kemi gjitha hapësirën që të përparojmë. Duke u ndërlidhur me atë që thoni ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, të cilin nuk e njoh personalisht, as nuk kam informacion për të si ku mbo ndonjë profil, por unë mendoj se jemi të shku në rrjedhën e duhur dhe është saktësisht ky proces i cili do të bëjë nivelizimin mes shteteve tona dhe uljen e tensioneve, sepse tensionet e larta apo nëse ne dëshirojmë të kemi konflikt armatosur, më së shumë të shërben Rusisë dhe pastaj Kinës. Atë ne shqiptarët nuk duhet ta bëjmë, sado që të jemi nacionalist, duhet të përmbahemi dhe të mendojmë për patriotizëm që t'i bëjmë mirë vetës, para se t'i bëjmë keq tjetrit. Dhe mendoj që kjo është rruga e duhur. Tani duke u ndërlidh të në njëjtë. Urno. Jo, vazhdoni, ju ndërpreva, ju rrugojnë ndjes. Po, duke u ndërlidh aty në dokument dhe ke të shkruam qysh në faqen e parë, do të thotë se si një shtet rrezikon të bëhet genocidial nëse e përdor vetëm fuqinë apo forcën për të rregulluar problemin. Gjithashtu një grup etnie apo një grup e cila e ka të njëjtën formë për të arritur qëllimin rrezikon të jetë grup terrorist. Dhe kjo do të thotë tek në faqen e parë atje në fillim punimi është bërë, ka filluar në vitin 2021, ku isha në gjatë informacionit për një gjë që do të ndodhte ka 5 vite më përpara. Po. Dhe tani problemi ishte se nëse kur paraqitet guerrilla, kur paraqitet akti terrorist, që shteti i Kosovës të mos mbi reagoj dhe të ketë pasoja civilve atje, se do të ishte një gjë shumë e tmerrshme për ne. Gjithashtu duhet të nënvizoj se pyetjet që i kam pas me reprezentues të shtetit, të cilët janë të protokolluar këtu, dhe emrat nuk mund t'i përdori, sepse se kam lejen e tyre dhe për shkak të integritetit nuk mund ta bëj atë. Disa prej tyre janë të shkruar
me emra dhe mbi emra disa pyetime dhe nuk i kam shkruar në dokument për shkak të sensitivitetit punës tyre. Por sigurisht pyetja është në ne ka qenë a është fuqi destabilizuese e Serbisë ndaj Kosovës etnia dhe kisha serbe brenda Kosovës. Nën dy është rrezikshmëria e dhunës nga etnia serbe me akte terroriste, krim të organizuar apo paraqitja e guarelësve kundër shtetit unitar të Kosovës. Jo vetëm që kemi parashikuar që do të ndodhë ju keni paraprirë asaj që ka ndodhur. Po, jo vetëm që kemi marrë informacione duhur që do të ndodhë akt, por e kemi pas parasysh se nëse ajo rezulton pozitiv dhe i përgjigjet qytetari serb atje, ajo mundet të evoluojë në tip guerrilla apo milishia. Edhe do thot pyetja e tretë është nga eksperienca e PT-s koshorës. Në perspektivë gjeografike, rrezikshmëria e sovranitetit territorial të Kosovës nga investimet e shtetit serb në veri të Mitrovicës. Do të thotë ky dokument ka pas mu dorëzu në institucionin e përbashkët të Departamentit Mbrojtjes Shtetit Amerikan dhe Ministrisë Mbrojtjes Gjermanisë para gushtit 31/2023, që do të thotë 24 ditë prapa ka ndodhur. Do thotë mendoj që ka qenë një punë rekord në kohë, me do të thotë kemi gjetë vendin duke përdor mënyrën e pyetjeve për informacion kishën ortodokse, verimin e Mitrovicës dhe sa është rrezikshmëria duke marrë si shembull pozitën gjeografike e Koshorës e cila ka qenë anë kufini me Shqipërinë. Do thotë ka pas informacion sa të duash, edhe ka shumë informacione të tjera në këtë dokument të cilat ko pas kohë pasi dalin ne do t'i paraqesim juve dhe vetëm për juve zotëri Balla. Unë të falenderoj shumë. Për të kaluar tani se ditët e fundit ne kishim 2 lajme, në fakt një ishte lajm i mirë për shqiptarët, ai që Kongresi Amerikan po kërkon pra për të miratuar një ligj për të çuar përpara heqjen e pasifizimit të adresave të shqiptarëve në luginin e Preshevës, por kishim edhe një lajm tjetër që Lavrov deklaroi që kemi hapur kanale komunikimi apo jemi gati t'i hapim me Shtetet e Bashkuara për Ballkanin. Pra çfarë do të diskutoj Lavrovi me Sheban për Ballkanin? Ju si e zbërtheni këtë? Por edhe Presheva që është lajm, pra ishte lajm i mirë për shqiptarët, fakti që tashmë për ta thënë edhe në Tojza Shtetet e Bashkuara do jenë aty në Preshev, hyjnë aty nëpërmjet ligjit. Po tani personalisht unë jam i vetëdijshëm se ide dhe mund ta them pa hezitim se ideja se nëse nuk jam gabim, nuk mund të jemi sigurt në 100%, por them se ideja prej se nga ka arë se do të ndodhë një gjë e tillë në Republikën e Kosovës një akt terrorist është nga reprezentues të Rusisë. Dhe unë në dokumente nuk kam mujt me faktu që është iniciu për i Rusisë një gjë e tillë. Por me gjitha gjasat faktet që unë mund t'i gjej është dhe në Serbi, po jo më tej. Se çka ka ndodhur më tej nëpërmes Shtetit Amerikës dhe Rusisë, tani ato dyat e dinë më së miri se sa kanë informacionin una për tjetrën dhe për të cilën unë po ta dija do thëja, po me që nuk e di, nuk më takon edhe ta them. Po përsa i përket Preshevës që tashmë Shtetet e Bashkuara po i kërkojnë llogari Serbisë për pasivizimin e adresave? Po tani ideja është që Serbia do të thotë i nënshtrohet një procesi demokracisë ku etnitë do të krijohet një demokraci me konsenzual. Sepse çfarë do të thotë kjo? Për shembull në një demokraci ku ka një tjetër, si në Serbi, si ajo e Shqipërisë, shumica vendos dhe shumica është serbe, atëherë të drejtat e shqiptarëve nuk do të përfillen në asnjë nivel dhe në asnjë mënyrë. Demokracia që të jetë funksionale në shtetet çfarë jemi si ne, Kosova, Serbia dhe vendet e tjera, duhet të jetë
demokraci me konsenzual që ju jap drejta automatike etnive që janë përbërëse të shtetit. Se përndryshe vetë demokracia nuk mund të ofroj, do të thotë përndryshe bëhet një diskriminim sistemik karshit etnive tjera. Dhe për këtë arsye, Amerikanët janë të interesuar të vëjnë një shtet serb, ashtu siç është shteti i Kosovës, dhe të pastaj të funksionojnë sipas vlerave amerikane. Tani për sa i përket edhe bordit paqes, por edhe mbrojtjes amerikane për Kosovën dhe Ballkanin. Duket ai shtrëngimi i duarve të Trumpit me Osmanin thot shumë. Po është një takim tani ne kemi biseduar edhe për NATO, unë kam edhe një dokument të cilin e kom pas jap në institucion përkatës jo të Kosovës dhe Shqipërisë, dhe mund ta bëjmë një ditë publike e cila tregon në formë se si bëhet në kuptimin e mirë monopolizimi i sigurisë në sistemin ndërkombëtar i cili quhet NATO. Dhe tani kanë filluar, do të thotë, në dokumentin çka kom nxjerrë është se këto shtete të cilat paraqiten në takimet e tilla janë vendet të cilat, do të thotë, shtetet e Amerikës e kanë për interes që të mbajnë kontrollin mbi to, që mos të ketë influencë të, do të thotë, atyre që i kanë kundër tyre për strategji si që është Rusia dhe Kina. Do më thonë, dhe këtë e shohim edhe në lindjet mesme, dhe do shohim edhe më shumë pastaj edhe në shtetet e Afrikës në të ardhmen. Po, për sa i përket bordit të paqes, fakti që nuk po flasim për fuqitë e mëdha, Franca që ka kundërshtuar apo Norvegjia, skepticizmi i Gjermanisë, por edhe në Ballkan nuk është ftuar Maqedonia, Malizi dhe Serbia, por Kroacia nuk ka pranuar. Po, Kroacia s'ka planuar dhe nuk është me ditë diçka e madhe për ata dhe s'kan planuar, tash do themi të drejtën, por mirë është me qenë aty të sa herë që ne të kërkohemi të jem aty pranë dhe të tregojmë vullnetin tonë që jemi pro bashkëpunimit dhe mirë kemi bërë, do të thotë presidenti Amir ka bërë atë zgjedhjen e duhur që u shku, por nuk është që ka ndonjë peshë posaçme, ku më ditë se çfarë se përndryshe do shkojnë edhe Kroacia si stoni ju, por gjithashtu Maqedonia, Malizi e ka dialogun strategjik me amerikanët, ne nuk e kemi, na kanë hek, dhe tani duhet të gjejmë forma me gjitha gjasat se si të përafrohemi. Duhet gjithsesi të them se ndoshta jem gabim, por tani parafrimi jonë në hapat tashme me Shtetet e Bashkuara do të thotë huar në situatë kur po vim nëpërmes Shqipërisë. Por ky moment i mirë midis Osmanit edhe Trumpit, pra ky kanal komunikimi ndryshe nga Kurti që më shumë i ka mbyllur. Mendoni që mund ta çojë përpara në këto 3 vite të mbetura dialogun, pra ta marrë SBA-ja dhe ta përfundojë me njohje? Po pritet, faktikisht suksesi i dialogut ka qenë duft të vazhdojë aty ku është lënë nga kryeministri para zotit Kurti, por ky pati një drejtim tjetër dhe dëshiroi të shkojë në xhirin evropian. Ku shkojnë në xhirin evropian, po ashtu amerikanët të përkrahen, domethënë Evropën që të edhe ajo nuk ka qenë derë e gabume, por ne duhet gjithmonë të jemi pjesë të tavolinave dhe kur nuk duhet t'i lirojmë ato apo të çohem para kundërshtarit politik, në këtë rast reprezentuesit të Shtetit të Serbisë, ne duhet të jemi aty para tyre dhe të zgjohem nga tavolina mas tyre.
mundet që t'i ushtroj një presion Trumpi Vučićit për ta njohur Kosovën? Po tani sigurisht unë me thonë drejtën nuk e shoh kritike njohjen e Kosovës nga Serbia. Nuk e kam problema mjef mu Serbia, më varet ekzistenca jeme nga njohja e Serbisë. As shteti i Kosovës nuk ekzistenca e shtetit Kosovës nuk mbohet a e njeh Serbia a nuk e njeh. Problemi është që ne të këtu shtetet ballkanike të marrim kohën e duhur dhe kur Amerika ndikon në shtetin e Serbisë që të arrihen të drejtat e shqiptarëve brenda Serbisë, ajo vetëm pastaj këto njohjet karshi etnisë shqiptare dhe kjo urrëtia patologjike kundër shqiptarëve fillon si smundje dhe shërohet dal nga dal. Për të futur në politikën e brendshme, ç'a ndodhi me rinumërimin? Dhe së dyti, sa reale është ideja që mund të kemi SPAK-un në Shqipëri edhe në Kosovë? Po, tani ish kreu i SPAK-un në Shqipëri e mori leje nga qeveria e gjyqësorit në Shqipëri për të qenë asistent në Kosovë për këtë çështje. Po, tani ky është fillimi, mendoj, është fillimi, unë uroj punë të mbar. Çka do të ndodh dhe çka do të ndodh që të ketë një veting të suksesshëm është që patjetër do të jetë një interferencë nga alatët tonë këtu, sepse kam në vite më parë në takim me senatorin Graham kemi diskutuar se sa është e rëndësishme që sistemi juridik të jetë i pavarur nga influenca politike, ideologjike dhe fetare. Do thotë nuk mund një parti politike apo një qeveri në Kosovë ta bëjë vetingun mbi sistemin juridik, sepse pastaj kalojmë në sistem jo demokraci, po në një sistem autoritar. Dhe këtë alatët tonë nuk e dojnë. Sepse po vendosemi dhe po kushtohemi se ka cila botë po do më shku, apo do më shku ka sistemet ku udhëhiqet modeli Putinit, Kim Jong-ut, Kinës apo evropian dhe amerikan dhe vota perëndimore. Tani nëse shkojmë ka vota perëndimore, sistemi juridik nuk preket. Dhe këta e kemi do të dëshmu, kemi paralajmëruar sa herë kemi bashkëbisedu para se të ndodhte kritika dhe sulmi ndaj gjykatës kushtetuese nga kryeministri, po ashtu edhe nga presidentja. Edhe 2 ditë prapa u hek dialogu strategjik dhe tash presidenti ja shkon takohet në këto takime, bën mirë shumë, por sistemi juridik duhet të bëhet me ndikimin e alatëve tonë, patjetër sepse ka nevojë të ketë vetim, ka shumë nevojë dhe tani ky korrupsioni nga qendror që ka ndodhur nga udhëheqja qendrore atje në nivelin qendror është shqetësues, por do të dalin afera korruptive të tjera që do të jenë edhe më të aty më qëndroni tek aferat, sepse në Shqipëri SPAK-u arriti që të fusten brenda president, kryeministra, ministra, deputet e tjera, por në Kosovë mendoni që mund vi dita që pra ky institucion i ri mund të çojë pas hekurave edhe president e kryeministra? Unë mendoj që po. Unë mendoj se po, se nuk ka, do të thotë, kjo është e bukura e sistemit juridik është se nuk është lodër e politikanëve. Politika do të thotë nuk mund ta shfrytëzojë atë për lodër dhe nëse e bën atë do të thotë do ta paguajë shtrejt, sepse sistemi juridik do të thotë sikurse politikanë qëndrohen, edhe sistemi juridik ko pas kohe bëhet refresh dhe njerëzit të cilët kanë qenë bashkëpjesëmarrës nga sistemi juridik për ndonjë korrupsion eventual, atëherë do të thotë vjet në pa e vërtetë dhe dënimi
mund të jetë. Këtu mund unë mendoj që do të ketë investigime së paku minimale, investigime të krerëve politik, por nuk e di se në Shqipëri që është ka niveli lokal, por nuk e di nëse kanë bërë investigim në nivel lokal atje të ju. Por dua të pyes edhe për diçka këtu, sepse ç'a do ndryshoj nëse do vinë një tjetër drejtësi me petkun drejtësia e re, SPAK-u, e zënë në Kosovë, kur mund të jenë po të njëjtët emra. Në rastin konkret, për shembull, kryeprokurori Blerim Sufaj, Albin Kurti e injoroi, nuk u paraqit për të dhënë dëshminë atje. Një herë, dy herë, tri. Edhe ku do ta marrë fuqinë gjyqësori i ri për t'i bërë presion Kurti që të paraqitet, ndryshe nga ai që është tani. Po ajo tashi do të mbështetet nga të gjithë ambasadat e jashtme dhe sigurisht nga amerikanët dhe do të jetë edhe nëse pastaj pushteti fillon dhe refuzon të shkon të nënshtrohet një procesi të drejtësisë, sigurisht se do të ketë forma të ndryshme të cilat alatët tonë mund të përdorin kundër individit i cili në jetën e tij mund të ketë pas dëme të cilat i prekin interesat edhe të shteteve tjera dhe mund të pastaj të iniciojë një proces juridik të cilit nuk mund t'i ikë personi kushdo koftaj edhe proces juridik edhe jashtë Kosovës po që nevoja dhe ja bëhet shumë lehtë. Po, rinumërimi e bëri sadopak procesin PiS në Kosovë, sepse të gjithë e kanë marrë shembull Kosovën për procesin e votimit, të numërimit, të nxjerrjes së rezultateve në kohë të shpejtë, njohjes nga ana e partive politike, por ku erdhi puna brenda llojit, gjërat ndryshuan. Po ndryshuan, tani ligji e ka bërë njeri, sepse tani thonë të drejtën nëse folim për popull të rim e popull të egër, njohim gjermanët, po ata janë shumë të butë dhe shumë të respektueshëm sepse ligjin e zbatojnë dhe respektojnë. Edhe tek ne kur fillon ligji të veproj dhe jo të bëhet ligji siç themi ne shqiptarët për dikën nën, për dikën njerëk. Ose më mirë të themi t'ju themi kriminalëve të vegjël rujuni se juve ju kap ligji se kriminalet e mëdhej apo sikur thoshte dikur një politikan super kriminalet nuk mund i kap ligji se ata mbajnë ligjin në xhep apo sistemin e policisë po ajo është e përkohshme dhe nuk i bën der kërkuj as më pak politikanëve, po sistemi juridik duhet të jetë aty i paprekshëm nga politikanët dhe ne duhet të mësohemi me këtë mendësi që ta respektojmë atë dhe sidomos Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nëse se respekton nuk mund të jesh ti patriot. Patriotizmi i folklorit është diçka parahengje, por patriotizmi i shtetit është kur bëhet respekti i Kushtetutës, nuk ka tjetër patriotizëm tjetër. Zoti Gaxheli, edhe një pyetje të fundit kam për ta mbyllur me gjeopolitikën. Mendoni që Trumpit po i kthehet në bumerang gjithë ajo që ka bërë këtë vit pasi tentoi që të pengonte Kinën, ndërkohë që me veprimet që ka bërë, tani Britania e Madhe, Kanadaja, Spanja dhe shumë fuqi të tjera në Europë dhe por edhe në Amerikë janë hedhur në Kinë, në krahët e Kinës. Por përpos kësaj edhe Groenlanda që ne kemi folur bashkë, duket se Trump po shkon drejt kontrollit butë atje. Po, tashti Grenlanda është, do të thot, si të themi, kodra e Napoleonit, sepse është ardhmja strategjike e superfuqive, dhe aty, për nga aty, do të thot, minimalisht 50% rrugtimi i lidhjes
mes Azisë atje dhe Evropës, do të thotë rrugtimi ulet për kohë 50% do të jetë më i shpejt. Dhe kush do të thotë janë linja që po hapen atje për biznes, për tregti, për ekonomi, të cilat kush i kontrollon ato ujna, ato shtigje, e ka dorën e epërme dhe do të thotë sa i përket jap dorës epërm ne Trumpin e njohim për një paraqitje të tillë me gjithë liderët e tjerë, pa marrë parasysh sa janë pjesëtar të NATO-s apo jo, dorën e epërme dhe handshake kur e bën, ju tregon gjithë se këtu nuk jam për një gjë tjetër, as një formë tjetër liberale, por përveç ato që do ta bëj dhe do ta një formë apo formë tjetër do ta merr Greenlandën. Unë ju kam dërguar një dokument dhe aty shihen marrëveshjet dhe traktatet mes Shtetit të Amerikës, mbretënisë Danimarkës dhe vendasve të Greenlandës. Do të thotë aty parashihet dhe për ata që nuk e di një informacion shkurt, kush është interesuar dhe mund ta kërkoj pastaj, Amerika ka bazë ushtarake në Greenland, bazë aerore në Greenland, ka ushtarak të vet aty, po pyetja është sa mos zhenu tani. Tani pyetja është sa mos zhenu, sipas marrëveshjes, ajo do të vije deshtem apo s'deshtem, ajo është marrëveshje me 3 palëshe dhe ajo duhet të përmbahet. Si mund të mos përmbahet kur ka marrëveshje Danimarka me karshi amerikanëve, si mund do të ta thënë një marrëveshje të tillë, si mund, nuk mundet pra, se bën dot se ka atë forcë. Dhe amerikanët si mund të shkojnë aty dhe të hapin baza tjera, mundën sepse kanë të drejtën morale, ligjore, gjitha, edhe forcën, sepse edhe kanë edhe marrëveshjet. Dhe ajo do të ndodhë natyrshëm dhe bëhet mirë se ndodhë, sepse fuqitë ushtarake ruse, shumica është vendosme në ato pjesa tjepë, të cilat do të thotë të shohin rrezikun për amerikanëve. Sikur se e shohin amerikanët prej rusëve. Dhe këtu do të ketë, do të thotë, kush e merr kodrin Napoleonit, do të drejton sa i përket asaj që duke u përgjigj asaj që pyete se anglezët dhe evropianët po shkojnë me Kinën. Atëherë rrugët të cilat kontrollohen nga amerikanët vendoset se si do të funksionojë tregu në mes tyre në njënën apo në tjetrën formë. Dhe unë kam thënë gjithmonë, gjitha do thotë planet, strategjia e amerikanëve është, si më thon, all in, nuk ka alternativë tjetër do thotë nuk ka asnjë formë që e shohin të dalin ata nga ky kompeticion që të dalin të dytë. Nuk mundën, nuk e kanë atë luks me dalë të dytë se pastaj shkatërrohet sikur shtet krejt. Dhe e din ata janë të vetëdijshëm dhe besoj që do të dalin të parët. Zoti Kaçeri, unë të falenderoj shumë për bisedën, për zbërthimin e këtyre lëvizjeve të mëdha gjeopolitike, me rendin e ri që është duke u formsuar, edhe ne kemi edhe shumë për të folur në vazhdim, të jam shumë mirënjohës. Shumë faleminderit zotri Balla, juve, Republikës Shqipërisë, gjithë vëllezërit shqiptar. Shpresoj se në muajin mars do të kemi një informacion për juve, ekskluziv. Ju falenderoj shumë. Deri atëherë, unë të falenderoj edhe mezi po pres bisedën tjetër. Faleminderit.